Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në gjykatën e shkallës parë në Tiranë, aty ku jam paditur pra nga zoti Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë Tiranës. Sot u zhvillua seanca e radhës e disa, ku gjykata mori parasysh të gjithë provat që unë kam dërguar, provat me video, i kemi futur provave me video, ndërkohë që në seancën e radhës do lejmë provat e tjera, shkrimet në për rrjete. Pra, unë nuk sprapsem dhe nuk të riqem nga asnjë nga deklaratat ku zoti Veliaj më ka paditur për shpifje. Ai sot prap nuk erdhi, por dërgoi avokatin e vet, kështu që gjyqi është në rrugën e duhur tani. Seanca e radhës është lënë me datë 11 shkurt në orën 13:00, ku sigurisht do të paraqes, do të merren shqyrtim edhe provat e tjera në raport me disa akuza që ai ka bërë ndaj mes kur unë kam shpifur, në raport që Piraki në burg ka abuzuar me fondet e shoqërisë civile, është çun mami dhe ofrimin e shërbimeve seksuale që ka bërë lëvizja mjaft për ambasadat e huaja dhe se si ata hiqeshin si pjesë e komunitetit LGBT për të marrë fonde. Këto pak a shumë kanë qenë 4 çështjet kryesore të asaj që ai quan shpifje, ndërkohë që unë kam vërtetuar hap pas hapi se nga i kam marrë këto deklarata, sigurisht edhe të gjithë qëndrimet e mia që kam bërë ndërkohë. Kjo në fakt është një luftë që zoti Veliaj tenton të bëjë poshtë brezit për të intimiduar, është një slap cases ose ashtu quajtur padi strategjike për të më mbajtur varë si kundërshtar i tij i ka hershëm, jo i këtyre kohëve. Kam vërtetuar gjykatës luftën time kundër zotit Erion Veliaj, publike, me argumenta dhe sigurisht arsyeën pse ai më ka dërguar në gjykatë, ku unë nuk ja zgjidh dot hallin që ai ka. Unë jam i lirë siç e shikoni, ndërkohë që ai është në burg. Gjithsesi, mezi pre seancën e radhës që të shqyrtohen të gjitha provat ndaj që unë kam bërë pikërisht për pretendimet që ka pasur kryetari i Bashkisë Tiranës.